ty bezdise. O, në momenti që ti... Ajo ka bikini model, për shembull, ha. Model bikini. Ky bëca më bede... jam të pyet, bëj me grunë unë, burr. Ne po më beda vase. Tu je në një televizion show për me tregu mendimet e tua ose më tani. Ajo është mis. Një sekond. Okej, do më përgjigj Blenë. Jo, do më përgjigje. Po çka kujdese kujtohet se ka frikë mendimet e mia unë tonë se po të shpjegoj. Ore, ti në mënyrën se si e rezultin do të që më dhe gojë. Ke grun bikini model më. Është modele valla. Po pritet pusëm çmenë edhe. Vjen filan firmë thotë kaq lek do paguaj, po është profesioniste ajo. Lenë tan po. Ska për burr. Ta përgjigjet, se unë e di përgjigjen. Martesa është kompromis. Po pra. Nga të dyja palët. Pyetjen pra që bëri ky. Kur e pranon një person, e pranon ashtu siç është. Por ka gjithmonë hapësira për kompromise nga të dy për diçka që mund bezdisë ose diçka që të cënohet. Pra ty të bezdis, me pas grunë modele bikini, me pas Instagramin të help. Ore, me i farë, ajo ka kalu misin për ta kalu. Lene Brikenën, s'po flasim për Brikenën. Kur e kam pyetur unë, nuk ka thënë që do vazhdoj. Ore, ta dini unë pëlqen tip xheloz jam. Po diskutoj, pavarësisht se nuk pëlqen ajo që më djeg. Ti je tipa zemra që ti do të ketë atë vetëm për familjarët, si për ne fëmijë, a kupton edhe as i gjatë tjetër. Jo për gjana, për promovu ma bukurinë e vet. Ai s'ka për burr. Ai ka për me promovu vetë që unë jam Brikena, këtë mendje kam. Ai është profesionist. Po që se ajo ka me promovu këtë, ato që promovon, janë ato që duan, o ta. Pra ne po them dashuria. Pyetje shumë. Ato që promovon ajo. Për këtë situatë që jemi me Brikenën këtu, ta kuptosh çik më shumë se çfarë personit është, se ndoshta dashuria ka flutrat të barku. Po kur hyn thell, ndoshta thu, a di si puna s'është për mua. Aq. Kjo është këshilla ime. Po ta them dhe herë, e njoh më mirë se ty, më mirë se tani. Okej. Po sikur thamë. Se unë ato se njerëz do të thonë se e ke korrekt mendimin. Ai sa kam fol, një sekond. Ai sa kam fol, unë e njoh përtej kamerave. Okej. Ai sa kam fol. Okej. Pra, për hir